Shkolla fillore e Olt Emin Duraku në Prizren vazhdon të jetë një nga institucionet arsimore më të dalluara në Kosovë, duke u veçuar jo vetëm për rezultatet në mësim, por edhe për kushtet moderne që u ofron nxënësve të saj. E pajisur me kabinete funksionale dhe laborator bashkohor, kjo shkollë ka krijuar një ambient ku teoria ndërthuret me praktikën, duke e bërë procesin mësimor më tërheqës dhe më efektiv për nxënësit e saj. Unë nga viti 2010 jam drejtori kësaj shkolle. Fillimisht, kur kam filluar punën si drejtor, objekti ka qenë objekti i ri, do të thotë, por i kemi patur vetëm 3 kompjuterë. Kemi bashkëpunuar fuqishëm me bordin e prindërve, të cilët kanë qenë vazhdimisht, domethënë përkrah nesh. Njëkohësisht kemi pas përkrajen dhe e falenderoj shumë, do të thotë Tikën nga Republika e Turqisë, e cila na ka ndihmuar, por edhe me mjete vetanake, do të thotë kemi krijuar kushte dhe një klimë shumë pozitive që nxënësit mund ndihen shumë mirë, do të thotë në këtë klimë, në ambientin e shkollës sonë. Kemi një ekip shumë të mirë, sepse sukseset i atribuohen edhe ekipit të mësimdhënësve të cilat i kemi. Njëkohësisht, domethënë, shkolla jonë është ndër shkollat më të kërkuara në qytetin e Prizrenit, ka gjithsej 1645 nxënës. Numri është i madh, sepse hapësira nuk mjafton. Tash është e stërmbushur, do të thotë, shkolla jonë, dhe më thon të drejtën që hapësira, domethënë, është e vogël tani. Ne gjithsej, domethënë, kemi 1645 nxënës. Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe dhe në gjuhën turke. Kemi 65 mësimdhënës, 1 psikologe, kemi 3 mësuese mbështetëse, të cilat merren me fëmijët me nevoja të veçanta, dhe secila klasë, domethënë, posedon edhe video projektorin. Tjetër kemi 3 paralele parafillore, 2 në gjuhën shqipe dhe 1 në gjuhën turke. I kemi kabinetet e fizikës, kimisë, është i përbashkët, e kemi kabinetin e biologjisë, e kemi kabinetin e informatikës, e kemi improvizuar në katin përdhes edhe kabinetin e muzikës edhe të vizatimit, e kemi kabinetin e historisë, e kemi një ordinancë, domethënë, stomatologjike, ku do të thotë puna e stomatologut nuk është e rregullt, vjen her pas here dhe kujdeset për shëndetin e dhëmbëve të nxënësve. Kemi sallën e edukatës fizike, posedojmë, domethënë, edhe 18 tabela të mençura interaktive, fal donatorëve që kemi bashkëpunuar ashtu si duhet, dhe projektor, siç u thash, domethënë, secila klasë ka videoprojektorin e vet, 18 laptop. Kemi patur suksese në nivel të vendit disa herë, për shembull, mjafton me përmend vetëm kuizin Evropa 2018, ku kemi marrë vendin e parë në Kosovë, por edhe sukseset e tjera. Punohet me zell, po ajo që vlen theksohet, domethënë, se si parakusht për me pas sukses është disiplina. Ne shquhemi si shkollë, do të thotë që ka një disiplinë të mirëfillt dhe kushtet janë mësimdhënësit punojnë, po kemi edhe nxënës të mirë. Kur do të thotë ke frymëzim, ke energji pozitive që do t'i arrin ato, ne i kemi arrit ato dhe ka qenë e vështirë, sepse fillimisht po them që kur kemi filluar me pajis kabineti i parë që kemi improvizuar ka qenë kabineti i biologjisë. Edhe i kam ftuar prindrit, mandej prindrit kanë qenë, domethënë, janë përgjegjë pozitivisht të gjithë. Edhe në këtë mënyrë, domethënë, kemi filluar dal nga dal të kompletojmë mjetet e konkretizimit. Shquhemi edhe si shkollë, ta them edhe këtë, se ne jemi shkollë shumë humanitare. Për shembull, kemi patur raste shumë nxënësve të cilët kanë qenë të sëmur, edhe prindrit menjëherë janë përgjegjur, ka pas raste edhe në shumë të mëdha të holla deri në vlerë 10.000 euro që janë përgjegjur, domethënë, këtij kontribut kërkesës që kanë pas, domethënë, nxënësit për me u shërue jashtë vendit. E kemi përkrahur, do të thotë, edhe
Republikën e Shqipërisë gjatë tërmetit, dhe kemi përkrahur Republikën e Turqisë gjatë tërmetit, dhe ekipi i mirë bën punë të mira. Kështu mund të them. Mund të them se në përgjithësi edhe në qytetin e Prizrenit ka shkolla shumë të mira, po edhe në nivel vendi ka shumë të mira. Në ngjarjet e fundit të cilat ndodhen, domethënë vërtet na kanë trondit sepse është debatuar edhe nga ana e mësimdhënësve, por kërkohet një reformim i madh, domethënë edhe një bashkëpunim i mirëfillt me prindrit, me kushtu rëndësi të veçantë prindërimit, dhe kur trekanshi pedagogjik funksionon ashtu si duhet, domethënë nuk mundën me përsërit këto skena. Tjetër, kishte me qenë mirë, domethënë që ora e kujdestarisë duhet të futet patjetër në plan program. Kur të futet ora e kujdestarisë, do thotë në planifikim, atëherë domethënë mendoj që këto probleme kanë me qenë më të pakta. Po sa i përket shkollës tonë, domethënë ne funksionojmë ashtu si duhet, e kemi të planifikuara mbledhjet për shembull me prindër për me qenë sa më funksional trekanshi pedagogjik, por në raste të veçanta, për shembull, tek disa nxënës nuk është të thonë që shkohet sipas planit, por duhet me njerë të ftohet prindit, komunikohet, ne duhet t'i kuptojmë edhe fëmijët, sepse kemi, do të thotë, divorce të shumta të prindërve, ku fëmijët do të thotë janë pa mbështetje. Edhe këtu une nuk mundem pa përmend për shembull rolin e psikologës, ai jep një ndihmë të pakërcyer, po flas për shkollën tonë, po në gjitha shkollat në nivel vendi, do të thotë psikologja duhet ta bëj punën e vet, edhe duhet që të jetë pranë nxënësve. Edhe thot një pedagog që fëmijët e prindërve të divorcuar duhet të kenë një tretman të veçantë. Problem kryesor që kam pa që domethënë tash është numri i rritur i nxënësve. Numri është shumë i madh i nxënësve. Ne kemi klasë që ka 48 nxënës. Është klasa e dytë. 46 nxënës janë të shkëlqyshëm, 2 janë nxënës të shumë mirë. Edhe pse ka qenë numri i madh i nxënësve, por përkushtimi i mësuesës është shumë i madh, edhe më mërmenda që është një klasë model që kishim me marrë në nivel të Kosovës. Ajo është mësuesja Lulieta Temaj, e cila udhëheq atë klasë, por është kënaqësi që kur hysh në atë klasë, qetësia është absolute. Domethënë vetëm dëgjohet zëri i mësuesës. Mësuesja do të thotë por edhe mësuesë të tjera, sepse kërkesa e tash është shumë e madhe për shkollën tonë. Mësuesja do të ka pushtuar zemrat e të gjithë nxënësve dhe nxënësit e trajtojnë tamam si një prind të dytë mësues. Udhëheqësit e shkollës flasin për menaxhimin efikas të aktiviteteve mësimore dhe jashtë mësimore, si dhe për projektet edukative, trajnimet e mësimdhënësve dhe monitorimin e vazhdueshëm të progresit të nxënësve. Qëllimi i shkollës son edhe si objektiv primar është sa ma shumë të shfrytëzojmë tikun në mësimdhënie, kështu që këtë kabinet që po i shihni së pari ishte një donacion i tikës, pastaj ndërkohë na prej buxhetit të shkollës kemi rinovu kompjuterat, kështu që ky është si një fillim i digitalizimit ose të mundsojmë të zhvillohet mësimdhënia e tikut në shkollën tonë. Gjithashtu i kemi rreth 18 tabelat mençur, kurse prej këtynve janë 15 statike nëpër klasa, 3 janë lëvizëse. Edhe së cilin klasë ku nuk ka tabel mençur, i kemi laptopin edhe projektorin. Gjithashtu në këtë kabinet i kemi rrjetin LAN internetit, edhe kemi mundësi në gjithë objektin shkollor të shfrytëzojmë internetit ashtu që quhet në parjeta, do me thonë Wi-Fi. Bashkëpunimi nuk mungon dhe çelësi i suksesit ton në këtë shkollë është që bashkëpunim i vërtet ekziston në mes të menaxhmentit, ku sidomos drejtori çdo herë na tregon për krahje, qoftë për aktivitetet shkollore, kurrikulare, qoftë për ato jashtë kurrikulare. Dhe në të njëjtën kohë edhe bashkëpunimi me mësimdhënës, me prindër, po ashtu është në nivel, dhe kjo na mundëson që sa më lehtë të përballojmë sfidat, sidomos të shekullit 21. Në anën tjetër, vetë nxënësit shprehen të kënaqur me kushtet që u ofrohen. Ata tregojnë se laboratore dhe kabinetet e specializuara u bëjnë mësimin më interesant dhe më të lehtë për t'u kuptuar, duke i nxitur të jenë më aktiv dhe më kreativ në procesin mësimor.
Të jesh pjesë e një shkolle të tillë të jep një lloj krenarie në vete për shkak se të jap mendimin se nëse ti je duke përfunduar në mësimin tënd në këtë lloj shkolle, atëherë je duke me të vërtetë duke mësuar diçka dhe jo vetëm duke marrë pjesë në shkollë si nxënës që nuk mëson ose diçka. Unë jam shumë krenare, shumë që kam vazhdu mësimin tim nga klasa 6 deri në klasën e 9. Ndihem shumë krenare që jam një pjesë e një shkolle model, normalisht që kemi edhe drejtorin ton që e mban shkollën ton në si një vend, si në shtete të ndryshme. Unë dua që të gjithë shkollat të jenë si një model si Emin Duraku, të gjithë shkollat besoj që një ditë do të normalisht të bëjnë si kjo. Shkolla jonë është një shkollë e cila është mjaft aktive me aktivitete të ndryshme dhe ne arrim t'i menaxhojmë fal drejtorit që i kemi, i cili është iniciatori këtyre aktiviteteve, së pari mbështetës dhe përkrahës shumë i madh, si dhe me mësimdhënësit që janë punëtor të pandalshëm që merren me nxënësa. Në bashkëpunim me nxënësa ne mundohemi dhe jemi në shkollë për këtë arsye që organizojmë shumë aktivitete dhe shpresoj dhe besoj që janë këto aktivitete edukative arsimore që na lejnë neve shumë kujtime të bukura, marrim shumë mësime dhe na edukojnë në mënyrë sa më të mirë. Mbështetja më e madhe e jona është mbështetja nga mësimdhënësit dhe nga mbështetja e drejtorit. Është shumë e rëndësishme sepse bashkë me arsimtarët ne kemi përgatitur dhe projektin për 17 shkurtën dhe na ka mbështetur shumë, sidomos në punimin e plot punimeve dhe dekoreve që kemi vendosur sot në shkollë. Dhe është shumë e rëndësishme njohuria ndaj kësaj feste, cila me këtë festë është shpallur dhe pavarësia jonë. Kam qenë një nxënëse që ka marrë pjesë në punimin e historisë për 17 shkurtin, edhe qëllimi i këtij punimi ishte që ta paraqesim rezistencën e popullit shqiptar të Kosovës ndaj regjimit serb gjatë kohës së luftës, si në punime digjitale, po edhe në punimet punëdore. Shkolla Emin Duraku në Prizren mbetet një shembull i një shkolle që investon në dije, inovacion dhe në të ardhmen e brezave të ri, duke dëshmuar se arsimi cilësor ndërtohet mbi përkushtimin, vizionin dhe punën e palodhshme. Të nderuar shikues, kemi ardhur në fund të emisionit.